Përshëndetje, unë jam Artur Nura dhe ky është emisioni Të gjitha rrugët në Rom të çojnë në ABC News. Ky emision do të sjellë në 360 gradë historinë italo-shqiptare, nga pikpamja kulturore, nga pikpamja ekonomike, nga pikpamja politike dhe sigurisht në të gjitha dimensionet. Sot jemi në Ministrinë për Europën dhe politikat e jashtme, për të ndjekur një event shkencor kulturor që organizon Qendra për Studime dhe Publikime Arbëreshe në Tiranë, institucion në varësi të kësaj ministrie. Na ndiqni. Përshëndetje, ju jeni? U jam Fernanda Pugliese, me një kana Molise, mund të qilfone, një hor arbëreshë të Molizit. Dhe ju drejtoni prej shumë vitesh një shoqat kulturore. Kemi ka një shoqat kulturor që publikon një revistë, ka mastra, e kemi një kendre studime arbëreshë edhe të gjuhëve të detit mediteraneo. Si ndjeni që sot një aktivitet shkencor, po kulturor, bëhet në Ministrinë e Jashtme të Tiranës? Kam shumë hare që Qendri Kulturor na tha të vijem këtu dhe di vit pas, pse aktivitetet që bëmi janë dhe bënur bashkë.